محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه الأخيار من المهاجرين والأنصار. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të gjitha falëndërimet I takojnë Allahut të madhruar, vetëm Allahun e falënderojmë, vetëm Allahut I mbështetemi dhe vetëm prej Allahut ndihmë dhe falje kërkojmë. Paqja, mëshira, bekimet dhe lavdatat e Allahut, salavatet dhe selamet e Tij qofshin për të dërguarin ton të fundit Muhammedin alayhi salatu wassalam, për familjen e Tij, për shokët e Tij dhe për të gjithë ata besimtar musliman që me besnikëri e pasojnë rrugën e Tij deri në ditën e gjykimit. Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, ditët, javët edhe muajt që po I lëm pas, o shfaq shumë haptas një fenomen shqetësues dhe një dukuri shumë devijante është përhap të popullin përgjithësi, po sidomos tek trit në veçanti, e ajo është dhuna. Ajo është dhuna e cila dita ditës po shtohet në mesin e popullit në përgjithësi e tek të rit edhe të rejat në veçanti. Edhe ngjarjet e fundit që I pam nëpër mediat tona, nëpër rrjetet sociale, edhe ato më herët që kemi pa, edhe vrasjet e trive, trejave dhe anasjelltas, janë një alarm I qartë se duhet ndërmarr masa të gjitha institucionet, duke filluar prej institucioneve publike, pastaj edhe institucionet fetare, dhe sigurisht se xhamia është një prej institucioneve ku duhet ta trajtojmë këtë temë. Vllazën, besoj që kemi imagjinue na që kemi mbri këtë luftën e fundit, se ka më ardhur koha me urrën ndërmjet veti pas luftës. Se kemi imagjinu se ka më ardhur koha, masi ka përfundu lufta, me u plagos ndërmjet vetit, e aq më pak e kemi mendu se ka më ardhur koha me u vranë ndërmjet veti. Pse? Sepse kemi besu që jemi vetëdijsu mjaft, edhe kemi arrit lirin të cilën e kemi ndërrua, dhe kemi mendu kur si kemi ata armisht ton, shekullor në mesin ton, na jemi mish ndërmjet veti. Të pakten nëse si jemi edhe praktikues të fesë, të pakten I takojmë një populli, një gjuhe, një tradite, një kulture. Andaj, një gjë do të me kuptua. Dhuna, apo në gjuhën popullore zullumi, është vepër e shëmtuar, është vepër rreptësisht e ndaluar. Dhe na nga këndi apo nga prizmi fetar, kështu do të me trajtue se ai cili bën zullum, ajo është në kundërshtim me çka? Me mësimet, me rregullat, me udhëzimet e Zotit. Sepse Allahu te bareke ve taala në hadithin qudsi ka thonë: Ja ibadi, o robrit e mi, inni harramtu dhulma ala nafsi, unë ja kum dalua vetes sime dhunën, fe gjaaltuhu bejnekum muharrama, dhe kom ba haram, e kom ba të ndaluar dhunën ndërmjet jush.
Fela të dhalemu, mos bëni dhunë, mos ushtroni dhunë. Këtu nuk hyn vetëm dhuna fizike, këtu hyn mos me bë edhe dhunë psiqike, mos me bë presion antarëve të familjes, apo farefisit, apo fqenjve, apo të tjerëve. Pra, mënyrë të prerë decisive e ka ndalu Allahu për veten e vetë, që Allahu bën çka don. Ai nuk jep llogari askujt, po ja ka ndalu, ja ka bo haram vetes me bo zullum pa drejtësi, edhe e ka bo të ndaluar dhunën në mes nesh. Fela të dhalemu, pra kurse si, mos bëni dhunë, mos bëni pa drejtësi, mos i bëni zullum njani tjetrit. Vllazër, ai që bën zullum, dhunë, qoftë në familje, në qoftë në lagje, në xhamia nuk ka dhunë, po në qoftë në rrugë, apo në institucione, kush kujt i bën pa drejtësi, i bën zullum, e dhuna zullumi është me i te i kalu kufit e normales, me i te i kalu kufit që i ka vendos kush krijuesi, Allahu te bareke ve taala. E ata të cilët në një mënyrë apo tjetër, në një formë apo tjetër, ushtrojnë dhunë, ata janë njerëzit e pasuksesshëm. Ata janë njerëzit që kur nuk kanë me pas sukses, po kanë me dështue, sepse Allahu Teala thot, innehu la yuflihu dhalimun, vërtet nuk do të shpëtojnë asnjëherë kush zullumçarët, mizorët, ata që bojnë dhunë, që bojnë pa drejtësi. Ata që bojnë dhunë, ata që bojnë zullum, pa drejtësi, ata nuk i dënë mas pari Allahu i madhruar. Allahu i madhruar thot, wallahu la yuhibbu dhalimin, vërtet Allahu nuk i dënë zullumçarët, nuk i dënë ata që bojnë dhunë, dhe dhuna që ushtrojmë, cila do qoftë ajo, dhe me cila do forma apo metoda që e bojmë atë, bëhet shkak për mos me gjetë udhëzimin rrugën e Zotit. Ka do njerëz që nuk po munden me udhëzu, ju flasin njerëzit, nuk e gjejnë kur rrugën e Zotit, se Allahu i madhruar nuk i udhëzon popullin apo njerëzit zullumçar. Wallahu la yahdil qawma adh-dhalimin, vërtet Allahu nuk i udhëzon zullumçarët. Allahu na ruajt neve edhe juve prej tyre. Andaj të nderua vëllezër, na jemi vëllezër, na jemi besimtar. Këtë vëllazëri ne ka përzgjedh Allahu. Edhe Allahu neve na ka quajt vëllezër dhe ka thonë vërtet besimtarët janë vëllezër. Vërtet besimtarët janë vëllezër. Edhe pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thonë el muslimu akhul muslim, muslimani është vëlla i muslimanit. Muslimani është vëlla i muslimanit. La yadhlimuhu, nuk i bën zullum, nuk ushtron dhunë ndaj tij, nuk i bën pa drejtësi. Pra muslimani, ai që është dorëzuar urdhave të Zotit, ai nuk bën zullum. Dhe na në këtë kohë kur jemi, po do të me urujt edhe pe jo muslimanve prej dhunës, zullumit të tyre, e fatkeqësisht po do të me urujt edhe prej muslimanve. Musliman është, të paktën deklarohet musliman, besimtar është, deklarohet besimtar, edhe e bën për shembull vllaun, motrën, dikush gruan për spital. Nuk tregohen muskuj në familje, o vllazni. Nuk tregohen muskuj në familje. Nuk fiton ai cili ka muskuj, ai cili ka fuqi fizike, po fiton forca me gjuhën e argumenteve, fakteve. Dikush për me arrit qëllimet e veta, për me arrit ato që synon, nuk zgjedh mjete, mënyra dhe metoda, edhe duke bo zullum ndaj njerëzve veç për me arrit ato që synon. Vallahi kur sukses nuk ka me pas. Kur bereqet tek ai person, apo tek ajo familje që ushtron dhunë ndaj një familje tjetër, kur rahat s'kan me qenë. Para mendone e ka ndalu pejgamberi alayhis salatu wassalam, e ka ndalu edhe mi aprish disponimin njëri tjetrit. Jo me i bo zullum, po veç mi aprish disponimin. Veç mi aprish shkon atë lumturin që e ka njëri, apo atë knaqësi që e ka mi aprish pak me naj fjale, me naj sjellje. E lemo me i bo zullum njëri tjetrit.
Andaj të nderuar vëllezër, këto armë që janë nëpër duart tuaja, jo tona, se nuk e kam, as po m'duhet kur gjë hiç, absolutisht, sepse jetën nuk e ruaj me armë. Jetën time si ja kom lënë emanet armë me marrujt, as xhamatit. Jetën time ja kom lënë dorë të Zotit. Dhe nëse ai ka thonë mos me jetu më shumë se sa me këtë hutbë të Zotit, këtu përfundon gjithçka, kur far problemi nuk është. Po nëse ai ka thonë me jetu marr edhe luftra, ku ta diun në kriza le të ketë, se nuk ka problem, se jetën nuk ta ka dhënë njeri e as nuk ta merr njeri. Njeri mund të më bëj sebeb shkaktari keq, mund të më bëj zullumçar, po prapë se prapë jeta është në dorën e Allahut. Pra, keni parasysh ju çka keni këto armë, heqni prej durve. Mos u trimnani me to, mos u bëni trima. Se këto çta tritet reja që po bëhen trima zakonisht po kanë armë në dorë. Edhe po ndjekin njëri tjetrin nëpër rrugët e qytetit apo të fshatit, sikur nëpër filma. Andaj ju kisha lut, largohuni prej tyne. Largohuni prej tyne. Largohuni prej njerëzve zullumçar, largohuni prej njerëzve toksik, largohuni prej njerëzve ignorant, xahila. Dhe afrohuni tek njerëzit pozitiv, tek njerëzit e drejtë, tek njerëzit e mirë që ka kogja shumë, elhamdulillah, në mesin ton edhe në mesin e popullit ton. Kështu që këto zhvillimet e fundit, apo ky fenomeni i dhunës në mesin e të rive dhe trejave, është diçka fenomen i ri që nuk ka qenë përpara tek ne. Nuk ka qenë përpara tek ne, zakonisht përpara tek ne zullumin, dhunën e kanë ushtruar meshkujt, s'po thon burra se nuk është burra që bën dhunë, edhe çka meshkujt që janë ka mosha 40, 50, 60, ata janë rrenë me vetë, janë plagos, dashka edhe janë vrarë. Ama 33 janë rrit natyrshëm, janë rrit rahat. Kështu që ju kisha lut secili prej jush, kudo që jeni, kudo që punoni, kudo që kryeni misionin tuaj, ta bëni vetëdijsimin e atyre që keni afër vetes. Nëse vendi juaj apo puna juaj nuk ka mundësën ju me pas ndikim tek të tjerët, atëherë në familjet tuaj ta ngritni vetëdijen dhe t'ju tregoni se e vetmja rrugë në zgjidhjen e problemeve, mosmarrveshjeve që nuk ka sukses është përmes dhunës, përmes zullumit. Nëse duhet dikush me marr masa, nëse duhet dikush me shqiptu dënime, janë gjëkatat, janë gjëkatësit ata gjyqtarët, janë njerëzit që merren me këto punë. Nuk je ti ai që i merr ligjet e drejtësisë në dorë edhe ti ndan tash ti gjoba apo jep dënime apo jep vendet e caktuara, njerëzit e caktuar. Janë njerëzit kompetent për këto gjëra. E lutem Allahun e madhruar që të na ruan, të na vetëdijson edhe me qenë larg zullumit edhe zullumçarve. Inshallah Allahu na mundson. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atamma taslim ala al mab'uth rahmatan lil alamin nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pastaj të nderuar vëllezër, sigurisht se ka shkaqe, ka sebepe të cilat e nxisin dhunën tek të rit, tek të rejat, tek adoleshentët. Dhe një prej shkaqeve kryesore pse të rit po bëhen të dhunshëm është dhuna që ushtrohet në familje. Një djalë dhe një vajzë që kanë përjetu dhunë prej nanës edhe prej babës, janë dhunue psikikisht edhe fizikisht, zakonisht bëhen të dhunshëm. Një djalë edhe një vajzë që rrit në një familje toksike, duke pa çdo herë polemika, duke pa çdo herë mosmarrveshje mes nanës edhe babës, apo duke pa edhe çka, edhe runa zot, edhe rrahje mes prindërve, zakonisht këta fëmijë bëhen fëmijë të dhunshëm. Dhe dhuna tek këta është normalitet. Çka bashkjetojnë me dhunën këta, si fëmijë rriten me dhunën dhe kur dalin jashtë shtëpisë bëhen të dhunshëm. Ai keni pa në për
kopshte, në për qevë, në për shkolla, edhe parashkollor kur janë, disa fëmijë 1, 2, 3 janë tepër të dhënshëm. Edhe krejt me mësuese, me pedagoge, me sociologe, me drejtor, krejt du të më marrë me sa 2-3 fëmijë. Kur të këshysh prej ardhën e tyne, prejnë janë të dhënshëm. Prejnë janë me afera, dhunet, zullumit që kanë ushtruar ndaj njëri tjetrit. Andaj mos i dhunoni fëmijët. Mos i dhunoni fëmijët se prodhoni gjenerat të dhunshme. E dyta prej shkaqeve të dhunës tek të rritë dhe të rejat është edukimi që ju jipet atyne i gabuar, edukimi material e jo edukimi shpirtnor. Çka do të thotë kjo? Do të thotë ai si prind e edukon fëmin edhe i bën dhunë psiqike, do të me kry shkollën, duhet me marrë venin e punës, duhet me bo pare, duhet me qelë firmen, krejt e lidh me anën materiale. Ndërsa komplet një pjesë e madhe e zemrës e ti mbetet ka boshllok shpirtnor. Asgjë nuk i jep prindi në aspektin shpirtnor, veç edukimin material. Dhe ja bën parën sikur qëllimin final, sikur me qenë parja xheneti. Ja bën anën materiale të shejt, sikur me qenë rruga e Zotit ajo. Edhe këta fëmijë zakonisht që nuk e kanë këtë përkujdesin shpirtnore, me këtë boshllok, këta janë pa ndjenja. E keni pa dhe të naja ka nisë sikur në prendim, e shef një që atje, e shkel kerri, kalojnë 10 kerre, kush nuk e nal hiq. Rëzohet me bicikel, me matar, kalojnë njerëzit, sikur me kalua, vallaj kash me qenë do të me nal kerri. Këta për para e këna pa veç vendet prendimore. Hiq se kam problem, absolutisht. Hiq, se shteti merret, po shteti do të me lajmërue, do të me thirr. Këtu të na ka qenë ndrysh, kemi qenë mëshirshëm. Tash disa 33-a çfarë që janë do të thonë indiferent. Çfarë që janë pa ndjenja, që me i pa edhe njerën atë duke dhënë shpirtin nuk afrohen në ndihmë ja dhon. Disa, jo krejt, ka të mirë, alhamdulillah. Andaj edukimi për sjelljet është sikur ushqimi për trupin. Pra, me pas sjelljet e mira do të sa më shumë edukat. Me pas trupin e shëndosh, do të më dhon ushqim të shëndosh. Ushqim çka kalorik. Kështu që kush është përkushtuar në anën materiale, le të lëm pak anën është përkushtohet në anën shpirtnore. Vllazë shikoni fëmijët, me bën një intervistë në rrugë me dal. Krejt i kije të edukum ka parja. Çka bën ti përveç shkollës? Unë e shkoj në kurs çka? Qysh i thoj nuk po ditë për kriptovaluta. Pse babi më ka thonë se aty ka pare shumë. Ti programer se aty ka pare shumë. Ti anglisht se ki me hi dikon me përkthye. Ti gjermanisht se kemi hi call center. Krejt veç ka parja. Kër ti i gjojsh një 100, një 2 gjonë, e ti, unë në kohën e lirë shkojmë mësej fejnë. Para me ndërë, 1% ose 2% fëmijëve shkojnë në për xhamia me mësu fejnë, apo në për kurset fetare. E që ky kursi fetar, që ky ja jep edhe që ato tjirat, a që ato tjirat nuk jam mësojnë fejnë asë njëherë. Absolutisht. Se që ky kursi fetar i tregon fëmijëve që i ki farz, mas pari me lexue, me mësue, me studiue, e me respektue, me njoft Zotin, e me njoft prindin, jam sën ato vlerat tradicionale që i kemi pas. Dhe ju shumë mirë e dini që edhe para luftës dytë botnore, ata që kanë pas edukim shpirtnor kanë shku në Turqie, kanë shku në Shame, kanë shku në Egypt, në Saudie me mësu fen. Para mendojnë vitet e 20, 30, 40 para luftës së dytë botnore, kur njerëzit popullin ton kanë qenë të njohur në gishtat dorës që kanë ditë shkrim lexim, edhe ata kush kanë qenë hoxhallar, që i kanë ditë ka 3-4 gjuhë. Se që këtë edukimi shpirtnor du bën me qenë ngritur intelektualisht edhe fetarisht. Andaj ju kisha lutë tash këtë sezon të nxehtë, freskoni fëmijët tuaj, jo në për pishina, atje po freskoni në për shtëpitë e Zotit, se kanë nevojë për ushqim shpirtnor, se edukimi fetar në shkolla ende është temë tabu, temë që s'qelet hiç. E derisa shkollat nuk ne hapin derën që fëmijëve tonë më mësu fenë tonë, edhe ata tjerë t'ja mësojnë fenë e vetë, atëherë ne fenë do të më mësu në për shtëpitë e Zotit, në për xhamiat e tij. Shkaku i tretë i dhunës tek të rinjt është mungesa dhe përkujdesja shoqërore tek një kategori e fëmijëve që s'kan përkujdesje.
Ma konkretisht tek ata të cilët nuk kanë prind, se ka asnjënin prind ose se ka njënin prind. E sidomos kur nuk e ka babën, ai është jetim. Edhe këtu të na këta fëmijë çka i anashkalojnë, i anashtemojnë, këta fëmijë bullizojnë. Edhe këta fëmijë veç me energji, çka negative, edhe veç me dhunë psiqike, veç me bullizim kur të rritën, çka bëhen këta? Zakonisht bëhen fëmijë problematik. Zakonisht bëhen fëmijë problematik. Andaj çka do të më bë? Do të më për kujdes. Intereso këtu në lagjën tonë, a ka ndonjë fëmijë pa prindër? Po, merre kujdes për ta. Me një ushqim, me një pije, me një veshmbathje, me një dhuratë. Me që ato i fiton shpërblimet e mdhaja, jo me mua, po me ato i fiton shpërblimet e mdhaja. Sidomos ta që janë jetim që si kanë baballarët. Mos i anashkaloni, mos i injoroni, sepse nëse na i lamanash dhe ata ndihen pa përkrahje, ndihen inferior, ndihen pa vlerë, atëherë kanë me na kthy neve me dhunë kur të rriten ata edhe të bëhen për me bë dhunëse, kur janë fëmijë të vegjël edhe ndoshta nuk munden. Edhe një prej shkaqeve që është e fundit që po e përmendim për sot, është edhe kultura, në thojza, nëse kam drejt me i thonë kulturë, e prezentuar në mediat tona. Një prej shkaqeve që po i motivon, po i nxit tritë dhe trejat me u bë të dhunshëm, janë qito mediat tona, apo ato që po e promovojnë, që po e servojnë nëpër mediat tona, duke filluar prej filmave. Filma të dhunshëm që i rrituri me i pa është për më shqetësue. Krejt do tema që nuk kanë të bojnë me traditën, me kulturën, me fenë tonë. Edhe prezentimi i antivlerave në media ndikojnë në shfaqjen e dhunës dhe në shfaqjen e dukurive dhe sjelljeve devijante. Nuk du m'ja marrë ma shumë kohën, veç hapni mediat edhe po i hapni, po i shifni çka prezentojnë atë, duke filluar në start prej lakuritësisë e pastaj të tjerat. Edhe çka në emën të asaj se kjo është art, kjo është media, kjo është kulturë, ose kur gjë hiç. Ato s'janë vlera, as janë art, as janë kur gjë hiç. Ato janë antivlera, të cilat nuk na bien tamam trupin tonë. Nuk na bien tamam trupin tonë. Allahu na ruajt neve dhe juve në përgjithësi e të rritë edhe të rejat në veçanti. Allahu i ruajt edhe udhëhecit e këtij populli, këtij veni. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة يرحمكم الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله.